Ka libra që nuk lexohen, por ndjehen, ka rrëfime që nuk kërkojnë kritik, por heshtje. Një ditë tjetër e Mira Kazhanit është një prej atyre librave që nuk të flet me zë të lartë, por të troket ngadalë si një kujtim që s'do të zbehet kurrë. Në këtë libër, Mira na fton të hyjmë në dimrin e saj më të vështirë, atë periudhë kur jeta i bëhet betejë me sëmundjen, me trupin e mbi të gjitha me shpirtin. Ajo nuk kërkon keqardhje, nuk kërkon as duartërkitje. Thjesht ndan atë që shumë gra e përjetojnë në heshtje. Këtë mesazh dha edhe mbrëm gjatë promovimit të librit në librari Bookland. Njeriu nuk i ka në dorë dhimbje dhe sfidat që i vijnë, ka në dorë vetëm ballafaqimin me to. Është një shprehje shumë e bukur që dhimbja është universale, por vuajtja është personale. Pra dhimbja është për të gjithë. Nuk ka njerëz që nuk e takojnë dhimbjen, nuk ka njerëz që nuk kalojnë një herë në mbretërinë të sëmurëve apo në mbretërinë e jetëve të vështira me shumë sfida. Në çdo faqe ndjen një zë që të përqafon butë. Zërin e dikujt që ka mësuar se forca nuk është të mos kesh frikë, por të ecësh përpara edhe kur frika është aty. Nuk mjafton një doktor i mirë, edhe pse unë kam qenë shumë me fat për doktorin që kam gjetur në Shqipëri. Pjesa e vuajtjes është e njëjtë sepse ti ke nevojë për sistemin shëndetësor. Doktori Martan Bodeci e ka thënë edhe në podcastin tim, ne mund të bëjmë koncerte solo shumë të mirë, por na mungon orkestra. Dhe sistemit shëndetësor në Shqipëri i mungon orkestra. Me një gjuhë letrare të pastër, të qetë e mbi të gjitha të sinqert, autorja nuk përdor dramatizimin, as zbukurimin. Ndaj dhe suksesi i këtij libri sigurisht ishte i paimagjinuar prej saj. Nuk e kam shkruar librin që unë të kem sukses. Suksesi më i madh me jetën time është fituar në 4 shkurt. Kështu që të 2025-s dhe librin e kam shkruar si një katharsis. Kjo vepër nuk është vetëm për ata që kanë përjetuar sëmundjen, është për të gjithë ne që ndonjëherë kemi humbur dritën dhe kemi kërkuar forcën për ta gjetur sërish. Ndaj, bëjeni tuajin këtë libër i cili gjendet në librarin Bookland në galerinë ETC.